Pas një muaj bojkot, Antarësia Demokrate ju rikthye punës së Komisionit të Posaçëm të Reformës Territoriale. Tashmë prezent në mbledhje ishte bashkëkryetari Luciano Boçi, i cili vuri theksin tek dakordësia si kusht për të vijuar bisedimet për reformën. Nëse rruga jon kalon pjesërisht nëpërmjet konsensusit, ne votojmë raportet caktuara, sepse është domosdoshmëri që të eci përpara komisionit, apo vendimet caktuara që kërkojnë konsensus dhe në fund fare del me variant të personalizuar politik, atëherë ç'u kuptim ka komisioni? Ky qëndrimi së djathtëve u mbështet nga mazhoranca. Bashkëkryetari nga Partia Socialiste Arbian Mazniku u shpreh se të majtët kanë treguar vullnet dhe kërkojnë një reformë të përbashkët. Prova të dhëna nga majorancës në raport me këtë komision të mirëbesimit për një proces tillë, duke filluar që nga kërkesa për bashkëkryesin, te kërkesa për ndarjen në mënyrë të barabartë të anëtarëve të komisioni. Gjatë mbledhjes opozita nuk harroi të komentonte dhe reformën e vitit 2015, që sipas saj ishte e dështuar, por mazhoranca mendon të kundërtën. Dështoi kjo reformë territoriale sepse atë çfarë pati kauz për t'i ofruar shërbimin, fakt që në kryeterës, pra që në 2014 pati një bojkot nga opozita. Por rezervoj të drejtën për të thënë që komenti i kolegut Mziu është një qëndrim i tyre për sa i përket suksesit reformës 2015. Mbledhja e radhës do zhvillohet ditën e hënë, ndërsa gjatë takimit, palët pranuan se gjatë muajit shkurt dhe mars do të ketë një volum të madh pune, në mënyrë që të kapet afati i muajit korrik.